إن الحمد لله نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, vdem se sot dhe nesër na kanë mbet nga përfundimi i muajit të bekuar të Ramazanit, muajit të mëshirës, muajit të faljes, muajit të adhurimit dhe mirësive të panumërta. Dhe sot është hutbja e fundit brenda muajit Ramazan, dhe ndesha një lamtumir Ramazanit ose këtij muaji të bekuar, e inshallah me shpresë që do të arrijmë vitin e ardhshëm. Të ndershëm vëllezër, duke pas parasysh që Ramazani është një shkollë për të edukuar veten në aspektin shpirtëror, inshallah e kemi arritur këtë qëllim, sepse Allahu subhanahu wa taala prej në fillim e kemi thonë ditën e parë të Ramazanit, të muajit Ramazan, ajetin e parë në të cilën Allahu xhaleshanuhu e ka bërë obligim agjerimin për ne, ku Zoti thot: "O ju që keni besuar, agjeroni ashtu si kanë agjeruar popujt para jush, që ju të bëheni më të devotshëm." Domethënë agjerimi realisht është një muaj, 29 ditë apo 30 ditë që ne të arrijmë devotshmëri. Të ndershëm vëllezër, agjerimin mëson të largohesh nga mëkati, nga e keqja, mëson ta kontrollosh gjuhën, mëson të kontrollosh syt e dëgjimin, edhe mëson se si duhesh me qenë sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, problemi kryesor është dhe qëndron se a do të jemi edhe pas muajit Ramazan në rrugën e adhurimit ashtu si kemi qenë brenda këtij muaji. Të ndershëm vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Habbul a'mali ila Allahi", veprat më të mira te Allahu, tek Allahu subhanahu wa taala, thotë janë ata që janë të pandalë, nuk ndahen, po të vazhdueshme, wa in qall, edhe nëse janë të pakta. Me qenë se ne pas muajit Ramazan e vazhdojmë leximin e Kuranit, po qoftë edhe një ajet. Me qenë se pas Ramazanit e mbrojmë gjuhën, e mbrojmë sytë, e mbrojmë vetë nga gjunahi, do të ishte shumë mirë. Të ndershëm vëllezër, a janë të pranuara veprat tona? Allah subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Me të vërtetë Allah subhanahu wa taala I pranon vetëm prej të devotshme. Me siguri, unë jam I sigurt që unë dhe ju të ndershëm vëllezër kemi arritur, mos them 100% devotshmërinë, por një lloj devotshmërie shumë të mirë dhe shumë të lartë dhe në nivel të ngritur në këtë muaj, inshallah Allahu do të ka pranuar të gjitha ibadetet. Muaji Ramazan, për dallim nga muajt tjerë se ka ata përgëzimet e veta, për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lis-saimi farhatani", ai që agjeron ka dy gëzime. Gëzimin e parë thot kur bën iftar dhe gëzimin e ditë kur e takon Allah subhanahu wa taala. Por mendoj ju e keni vërrejt të gjithë se çfarë mirësie, çfarë gëzimi ka iftari, edhe keni me e dimne se si do të shkon pas bajramit ose ditën e bajramit ushqimi, domethënë dreke, darke, hap do njëherë ko pas kohë, kështu me radhë, do njëherë ma shumë e do njëherë ma pak.
Ama atë lezetin e iftarit, pasha Allahun, asë një ditë dhe asë një natë nuk e ka pas muajit Ramazan. Të ndërshë vëllezër, për atë shkak, 6 ditë janë të preferuara agjerim pas muajit Ramazan. Do me thonë ditën e partë bajramit e kemi ndaluar o haram me agjeru ne, se kemi fest, kemi gëzim, mirë po prej ditës hanë, ditën e tillë o bajram, inshallah, arrim, prej ditës hanë, kush do në agjeru janë 6 ditë e shevalit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që agjeron 6 ditë e shevalit, i quhet agjerimi sikur me agjeru tër vitin. Të ndërshë vëllezër, lam të mirë i themi muajit të Ramazan, lam të mirë i themi muajit të Kur'anit, lam të mirë i themi muajit të mëshirës dhe faljes, lam të mirë muajit të agjerimit, namazit të natës dhe sadakas apo zekatit. Të ndërshë vëllezër, keni ndëgjuar shumë ligjërata, shumë derse, shumë këshilla. Inshallah keni përfitu ju, unë dhe gjithë populli jonë kudo që kanë dëgju në trojet tonë dhe jashtë trojeve tona. Inshallah Allah subhanahu wa taala na bën mundshme të arrijmë ditën e Bajramit. Allahu ju ndihmon vëllezërve tonë Palestinë atje. Sot ka muhabete që edhe njerën pushim 3. Mos po arrin inshallah se unë për veti ama hiç jam rahat edhe bile mërzitem kur dikush o mirë, dikush sa mirë. Jam i sigurt që edhe ju e ndini atë që e ndjej unë. Për atë shkak, e lusë Allahu Gjellëshanu që gjithkund botë këtë paqe, sepse njerëzit janë për paqe, e s'kemi artu me bon zullum njëri tjetrit, edhe me vra ose me luftu njëri tjetrit. Inshallah Allah në alëzat, e të gjithë së bashku në gjennet në qënë barak Allahu lena wa lakum fil Kur'ani l'azim, wa nafa'na wa yakum min adh-dhikri al-hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون